Kur Kosovën ta shklerojmë me Shqipëri, do të bashkojmë. Besa besë në more vla, selam Kosovën me në shkja. Ajo kujtohet ky që ishte me incertit ish kutur nga borbe i mërgjimit. Na jena mërgjimtar. Neve na mungon vendlidhja, na mungon dashuria prindve, na mungon me fol shqip për çdo ditë. Durojmë gjithçka vetëm për ta ngritë shtetin tonë Shqipërinë edhe Kosovën për ta bërë krenare. Po më vjen me qajt sepse po më det flamuri kuqezi e hedhën në coare në tokë, edhe pse kanë kalu do muaj, do një pas kujdes për shumë bënë gjana tila, sepse e shini sot se sa krenara bënë gjithë Shqiptaria gjitha ndej. E shini si qaj bëri quni nga Shqipëria. E shini qaj bëri Serbisi, a paloj midis Leskovcit. Edhe pse atje u konë toke shqiptarve. Në 1945 Serbia fashiste i ka debu shqiptarët në Turqi, i ka debu shqiptarët në Kosovë dhe të tjerë i ka vroj, i ka masakru. Po pikërisht në 2025 në 11 tetor, Shqipëria triumfoi dhe e goditi e la për tokë tërë stadiumin e Vučićit. As një më nuk bante as një veprim. Ngriti duar dhe bëri Shqiponjen. E ngriti një shqiptari gjithandej, Kosovë, Shqipëri. Ka fshat që s'ka përdijet, është o vlla mjerimi. Ka fshat që të zë në pyt e të zë trishtimi. Dhe kjo ka fshat ka të bëj për atë familjarin që e ka mesu fëmin e ti ta hedhë flamurin e komtare, sa po flamurin kuqezi, flamurin e Gjergj Kastriotit dhe flamurin në Adim Jasharit. E kanë hedhë në tokë edhe kanë shkil me makinë dikur. Po më vjen me qajt kër e kujtoj këtë gjatë. Dërë me pas kujtjes, fëmija jam, në ka shti me bo tatu edhe tatuja ti është këto. Shikon e vetë. është pikërisht duke e bërë Shqiponja. Shikon e vetë. Prandaj, duni me pas kujdes se si i edukoni fëmijët e ju. Une, Ilerians 1 million do t'jem live në Ulevi. Jo s'ka poras der live, den 13 oktober.